sezoni turistik është shumë pranë hapjes dhe sipas statistikave që ju keni, si është trendi i prenotimeve dhe a pritet një fluks i lartë vizitorësh? Trendi i prenotimeve veçanërisht që nga momenti që filluan tradhvirat në lindjen e mesme me luftën, pati ka pasur një ngritje interesi për Shqipërinë. Pavarësisht të një moment të caktuar aty në fillim e pati një ngrirje totale të shitjeve dhe anullimeve, por më pas filloi të marrë një kërkesë më të lartë, siç më parë. Shikon që ka një interes të ngritur nga operatorë që tradicionalisht kanë qenë të interesuar kanë qenë të ingranuar duke dërguar turistë në linjën e mesme siç është Egjipti në Sharm el Sheikh, në Garda, Marsalam. Ka pasur edhe një hezitim ose të themi në të paktën një reduktim të charterës drejt Antalyas nga operatorët evropianë. Që kjo ka bërë që të rritet interesi drejt Shqipërisë si pasojë, jo si në një ndryshim dhe themi organik nga vetë Shqipëria. Ne thjesht ndodhemi gjeografikisht në pozicionin e duhur që kemi këtë rritje interesi. Sigurisht më të madh akoma interesi në rritje kanë vendet si Spanja, Italia dhe Greqia, sepse edhe turistët janë më komodë ose më të familiarizuar me këto destinacione, por për sa i përket Shqipërisë ne mund të themi jemi përfituesi i situatës në këto rrethana, kështu që kërkesa është në ngritje, është pak e paparashikueshme, që është gjithmonë edhe tregu, por ajo që duhet të ketë një rritje të konsiderueshme më të lartë se sa viti i kaluar, që ishte 90% në mos gaboj në sa më në. Kështu që presit që kemi një rritje më të lartë. Cilat janë qytetet ku ka më shumë prenotime nga turistët e huaj? Tani, qytetet, kur i vjen ndahet, jo thjesht në qytetet, sepse duhet të gërvojnë qytetet siç është Tirana dhe pastaj marrin Shkodra, Korça, Elbasani e ditë me radhë, edhe zona e plazheve, pavarësisht se këto janë qytetet, por kjo është tipologji tjetër turiste. Kështu që si rregull, shumica dërmuese e turistëve që vinë për një city break, për një pushim fundjavë të themi, do të ndalojnë në Tiranë, që Tirana fis shumicën dërmuese të turistëve të fundjavës apo të turistëve afat shkurtër. Për këtë periudhë që jemi periudhën pranverëse, ose të themi paktën për periudhën jashtë sezonit të verës. Ndërsa për sezonin e verës janë të ndarë në dy grupe, mund të ndajmë përsëri në dy grupe, në turistë organizuar taj stilit leisure që përdoret fjala në turizëm, që janë pushime me charter, që qëndrojnë një javë. Shumica dërmuese e këtyre pushuesve janë të orientuar drejt Adriatikut, zona Golden Durrës. Një pjesë e mirë sigurisht tani postohen edhe drejt Vlorës. Velipoja gjithashtu merr një pjesë të konsiderueshme, por jo aq të madhe të pjesës charterave. Velipoja ka më shumë turistë të rajonit, të flasin nga trevat etnike shqiptare, Kosovë, Maqedonia, që vinë me volume më të larta. Ndërsa pastaj kategoria e dytë e turistëve, të turistët e pavarur, që vinë për të eksploruar, për të bërë pushime të themi disi spontane. Edhe këtë lloj kategorie turistësh e tërheq më shumë jugu, veçanërisht zona Saran-Khaninës për shumë popullore në 5 vitet e fundit, dhe tërheq shumë rini, veçanërisht rinia italiane tani është në shtim, pavarësisht se kostot janë në ngritje, ne vazhdojmë të kemi flukse veçanërisht nga Italia drejt zonës Saran-Khanin. Pritet një rritje, por me sa shohim nuk do të ndodhi këtë vit, për shkak të aeroportit të ri të Florës. Po prisnin që të hapej edhe të krijonte një rritje të turizmit leisure, sepse kjo është edhe turizmi që ne na intereson më shumë, pasi është një turizëm që është mësatarisht pushuesit vinë për një qendresë javore, edhe kanë një shpenzim më të lartë në fatura totale, sepse pavarësisht se Shqipëria nuk është një vend i shtrenjtë krahasim me rajonin, nuk është një vend i lirë në fund të fundit, se ne jemi pjesë e organizatës ndërkombëtare të shkëmbimeve, kështu që pjesë e ekonomisë të lirë të tregut, kosto energjisë të ne është një lloj, kosto e mjeteve të ne është një lloj si në Evropë, kosto e materialeve bazë për të ndërtuar gjëra është një lloj, kështu që edhe nëse ne kemi një kosto më të ulët me krahun e punës,
në totalitetin e vet ne nuk qëndrojmë shumë larg kostove mesatare të Evropës. Kështu që në këtë lloj raporti ne nuk jemi një vend i lirë. Kjo është ajo kolida që mund të përshkruaj për ndarjet e turistëve. Sa përqind e kapaciteteve hoteliere janë plotësuar deri në momentin që flasim? Në këto momente nuk është se kemi një statistikë, sepse nuk është se ndjerin statistikën në hotelet se sa përqindje e kanë të ezauruar pjesën e rezervimeve. Ajo që shikojmë është që ne vazhdojmë të rezervojmë, për sa kohë që vazhdojmë të rezervojmë në minimumin e vetë, nuk themi që ka akoma disponueshmëri, por nuk kam një përgjigje saktë. Si ka ndikuar kriza e çmimeve për shkak të rritjes së vlerës së hidrokarbureve tek prenotimet e fluturimeve? Kjo është themra akilit e këtij sezoni, sepse pavarësisht se ne kemi një kërkesë të shtuar nga Evropa për të ardhur drejt Shqipërisë, jo më pak se 3 ditë më parë, Vueling anulloi të gjitha fluturimet nga Barcelona drejt Tiranës. Edhe ky është një dëm shumë i madh, sepse kur bëhet fjalë veçanërisht për turistët që folua pak më parë, këta turistët spontan që janë më shumë të predispozuar të ikin drejt jugut veçanërisht, këta varen në mënyrë direkte nga linjat e transportit që lidhen direkt me Shqipërinë, siç janë low-cost e Wizz Air, Vueling, Ryanair. Edhe kjo ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse një avion ka një kapacitet minimal në 220 pasagjerë, shumë ndim për 4-5 herë në javë, shumë ndim për 40 javë sezoni, kështu që llogarit fillojnë edhe na reduktojnë këtë kategori pushuesish në mënyrë shumë të ndjeshme. Kështu që përgjigje e shpejtë ishte me një rast konkret që ta deshifrojmë në shifra këtë, sigurisht që nuk është e mundur në këtë moment dhe do duhet presim. Por rreziku qëndron që nëse karburanti vazhdon të jetë në kosto të lartë ose vazhdon të ngritet që do ishte akoma më keq, mund të ndodhi që edhe kompanitë të tjera të registrojnë ose të anullojnë fare fluturimet thjesht sepse nuk ja dalin më. Kështu që me shpresë që nuk ndodh. Kur kanë mbetur edhe pak javë tashmë nga çelja e sezonit turistik, cilat janë disa nga problematikat që evidentoni për sa i përket infrastrukturës apo akomodimit këtu? Tani këtu kemi një kornizë të gjerë problemesh që nuk besoj se është koha mjaftueshme t'i trajtojmë sot, unë do t'i përmend, por do të kap të parë fare është shpreha që ju thatë për pak javë fillon sezoni turistik. Ky është problemi numër 1. Ne jemi në vend me diell, ne nuk kemi hapur akoma sezonin turistik, ndërkohë që vinjët tanë i kanë hotelet plot. Kështu që hapi i parë dhe problemi i parë është strategjia e sezonit. Ne fillojmë me shumë vonesë teknikisht sezonit, do të kemi një sezon më të gjerë, por kjo ka të bëjë me një kornizë më të gjerë në mënyrë se si shtrohet oferta, domethënë si hapen hotelet, restorantet, edhe si është gjendja jonë që të përfitin turistët që të vinë që në pranverë. Siç e bën Greqia, Greqia nuk merr turistë në pranverë ata që paguajnë nga 2-3.000 euro, por merr pensionistët. Fillimisht, siç kanë programet e Evropës, që kanë edhe programe sociale, dërgojnë 1 javë, 2 javë pensionistët financuar nga vetë shtetet, si Suedia me stadion, i dërgojnë me pushime që të marrin diell, kështu që ne duhet të bëjmë një punë më të mirë që të zgjerojmë sezonin, që është problemi numër 1. Problemi numër 1 akoma më i madh, sepse sa qëndrojnë për sa përket mua, numër 22, është higjiena, është problemi mbetjeve, mbeturinave që janë kudo dhe kurdo në çdo vend, në çdo skaj të Shqipërisë. Se është e vështirë që kemi një vend të pastër. Është e tmerrshme që të marrësh të bësh një xhiro me skaf në jugun e Shqipërisë, të filluar të dalësh në anën e Karaburunit, së nga gjenden plehat, së nga gjenden të plera në ato gjyrët vogla të burkura të virgjëra, sapo del në anën jashtë plazhit, është plot me mbeturina, me kanaçe, me qese, me gjëra që duket qartë që janë të vjetra, nuk është një rifil që ndodhi një grup hodhi ca plera, ato janë aty, nuk i ka prekur njëri. Pjesa e plazheve masive, siç është pjesa e Durrës Golemit, për shembull, që ka edhe një gjendje të lartë turistësh, qoftë të organizuar, por qoftë edhe turistë të pavarur, është
kthyer në një gangren kronike, nuk është 1 vit, 2 vit, 3 vjet. Kemi që pas pandemisë deri vjet, dëgjojmë që do rregullohet dhe nuk rregullohet asnjëherë. Pjesa e menaxhimit të mbetjeve në zonat me dëndësi të lartë pushuesish është një nga problemet më të mëdha që ne kemi, edhe është një nga pjesët më vizuale për vizitorët. Gjët e para që vihen re janë mbeturinat në rrugë, kështu që kjo është diçka që duhet rregulluar me patjetër. Është menaxhimi i plazheve, do të kthehemi këtu, ka një ndryshim këtë vit. E kam thënë edhe më parë në forume të ndryshme, edhe me zyrtarë, por edhe me operatorëve, që për sa kohë Shqipëria nuk gjenson rregullore në menaxhimin të plazheve, një lloj siç e ka Evropa. Çfarëdo lloj modifikimi që ne të bëjmë, që na bën ne sens, nuk i bën sens vizitorëve që vinë dhe përjedhoj do të krijojë një konflikt emocional për vizitorin, sepse derisa të vi edhe të mësoj rregullat se si funksionon menaxhimi i plazheve në Shqipëri, ka mbaruar koha e pushimeve për të kthyer në vetë, që ajo në vetë lë një shihet hidhur. Ky është një problem që duhet zgjidhur dhe ka një zgjidhje shumë të thjeshtë dhe duhet të ndalojmë së tururi këto rregullime individuale në Shqipëri që nuk përkojnë me standardizimin që ka Evropa, që pret turisti evropian. Pjesa tjetër është infrastruktura. Infrastruktura është kthyer në 2-3 vitet e fundit veçanërisht. Është e pamundur, unë ta them si operator turistik, ne e kemi shumë të vështirë që të organizojmë një grup edhe t'i nisim nga Tirana në Shkodër brenda ditës edhe t'i kthejmë në Tiranë, sepse i bie që në pjesën e Lezhës të rrinë 1 orë e gjysmë në trafik. E kemi shumë të vështirë që të marrim njerëz nga Tirana t'i dërgojmë në Berat, apo nga Tirana t'i dërgojmë në Korçë, apo ku do në jug, sepse nga dorë që ta kapim, në Elbasan do të bllokohen mesatarisht 1 orë. 40 minuta, 20 minuta do ishte dita më e mirë. Tu është, kurse nga Durrësi është një problem akoma më problematik, përveç trafikut sistematik, edhe rruga e Durrësit në Korsinë e Djathtë ku duhet ecë autobusat, të bën autobusët copa, ke frikë se ti japësh mjetit në atë rrugë. Kështu që infrastruktura në këtë pikë duhet zgjidhur me një herë, nuk mundet të vijojmë të kemi plane të bukura, po duhet të kemi zgjidhje të menjëhershme funksionale. Janë disa pika nevralgjike në infrastrukturën kombëtare që ka nevojë për zgjidhje të përkohshme urgjente derisa t'i vijë radha që të bëhen zgjidhje të afatgjate dhe të qëndrueshme. Kështu që infrastruktura, dhe kur them ajo që shpreha, nuk është infrastruktura kapilare që hajtë të shkojmë si kemi rrugët në Ksamil apo si kemi rrugët dytësore Gjekundit. Këto janë rrugët kryesore kombëtare që lidhin të gjithë destinacionet duke pas gjithmonë qendër Tiranës, sepse duam ne, turistët, shumica e turistëve fillojnë nga Tirana. Kështu që infrastruktura ka nevojë për një ndërhyrje emergjente të përkohshme, besoj, sepse nuk mund të bëhet një ndërhyrje emergjente afatgjate, shikoj që të çlirohen këto lyjet problematike të trafikut. Nëse më mungojnë, se mora këto gjërat që janë në dhimbje më të lartë. Pastaj pjesa mënyra organizimit plazheve, mungesa investimeve që ne shikojmë si të parësyshme në plazhet e jugut, po këto, edhe janë dytësore në krahasim me këto gjëra që po them, se në fund të fundit, për sa kohë ne mund të mbrim në destinacion, janë operatorë privat që përgjigjen me cilësinë e shërbimit të tjerë. Shumë faleminderit zoti Hila për intervistën. Asnjë gjë, faleminderit për ftesën. Mirupafshim edhe punë të mbarë. Mirupafshim.